A je mirë e lodhë? Si dukesh mirë? Kjo është një motër nga Shqipënia që qesin qaj kosovarë dhe aty. E kjo rrugë këtu drejt shkon të Hotel Gjyla, që unë me 10 vjetë jam të këta rri. Unë jo që jam i smut, por vi ma shumë o knat me vllazën e mota. Të kujtimi, të shpendi, të familja ti. Që shpendi ka kë. Këtu Hotel Rusa, por në mes vete kur s'kishim probleme këta, se kur na që bojmë Kosovë. Njerëzit ku të dojnë mund me shku, këta në mes vete nuk po e dhejshë. E kjo në Hotel Gjyla, pronari unë kë shpend Dragobija unë i thamë. Po i shkreti pak i vashën, ka boni Mercedes 8 metra gatë. Edhe këtu rri me 10 vjetë që e takuva rasisht shpendin e kujtimit. Shpend mirë dita. Si jeni, shushini? Mirë, shumë mirë. A jeni mirë? Mirë. Si po kaloni? E kjo hoteli jëtë. Hade të gëmë të ashtë i shpend. Unë ju befasu pëse s'keni problem këtu në Mezveti, për shama në Hotel Rusa këtu. Asja mërë njërin, as ta mërë njërin. Po dhe me desh me në rrugë shkanë, sidhë në urë, sidhë në urë. Nuk i dhëmë. Kjo është shumë një gjënë mirë, se te na, një kamarjem ja morë kafe ati të me shku, vritin Mezveti. E këtu shumë mirë. Këtu dhe për punë fes nuk kish problem. Aje muslimana katolik ortodoks. Po këta e keni nga gjogji. Po njerëzit një lloj njerëzit. Njerëzit janë një lloj. Po se aji jam kalon disot mira, shkollën, punën, gjitha. Ani shpend mirë posëm. Se unë e ty që 10 vjetë jam këto, po nuk të nëroj hala. E jo që mi slonë, vishë vi më knosh me juve. Që këj Prizrenit me këtë Shqipni s'ka ardhën. Ka. Edhe këj kështë qenë mësim dhëndë, më Prizren, është mësos Latifi i thujnë, kemi kalu disa qaste të mira me ta, kalë është mirë Latif. Kë kërri dhe i Sagji, që në ka pru me këtë vetë kë, e me kejsa në të veta. Duhet të bajnë një falëndërim për Hotel Gjylën, me pronar kujtimin edhe shpendin. Faleminderit në pritje. Të na kanë bën ushqim të mirë, pastërti shumë të mirë, ka disa herë në ditë, banjën e mirë, kuzhinën e mirë me gjitha të mirat. Prandaj jemi falendërues nga Kosova të gjithë, këtu që jemi klientët. Të gjithë pritin mirë, po unë që jam këtu me 10 vite, këtu më ka pëlqy ma shumë ti. Edhe ju falenderojmë, e sholar vitëve tjera shimi prapë te Hotel Gjyla. Këtu është kuzhina që 10 ditë hangur me pitën këtu. Pastin në një vetë, edhe në kam mif prit, se me kom shpijatur në kemi një vetin, te këta vllazën e mota. Edhe me gjithë Shqipënisë këtu, jemi kënaqur edhe me klienta, me pronarët, me kujtimin, shoqen e tij të kujtimit, djalin, shpendin edhe rejën e tij. Prandaj i falenderojmë këta dhe inshallah shijojmë vitin tjetër apet këtu. Nga Hotel Gjyla pamja shumë e bukur. E këtu shihen vendet që shkam punu në kohën e Enverit. Shef edhe kodra largë, shihen vendet që shkam punu. Ky Hotel Rustemi. Shumë pamje e mirë.